Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani shalqin, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe imunitetit tuaj. Zyrtarisht ka filluar sezoni i shalqinit. Prania e shalqinit në ngjarjet e verës, si ndjenjat në zgar, në plazh ose në pikant, kanë qenë gjithmonë një gëzim. Ai ka një shije delikate, por të ëmbël dhe është një hidratues i këndshëm për organizmin. Shalqini është një bimë lulëzuese dhe është me origjinë nga Afrika Jugore. Ai është pjesë e fuqishme e historisë së vendit tonë dhe gjithashtu mund të ofrojë shumë përfitime unike. Edhe pse është me origjinë nga Afrika Jugore, shalqini është kultivuar edhe në vendin tonë prej shekujsh. Pjesa më e madhe e shalqinit sot kultivohet në Azi pranë në Kinë. Ka shumë varietete të shalqinit dhe si i tillë është edhe tuli i shalqinit, i cili në zakonisht e njohim atë të kuq ose roz, ose mund të jetë i verdh, portokalli ose i bardhë. Ky frut është të konsumuar sepse është përgjegjës për lloje të ndryshme të përfitimeve për shëndetin. Prandaj, konsumojeni atë verës duke shijuar disa nga përfitimet mahnitse të tij. Sipas Bright Side, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i shalqinit çdo ditë. Ai është i pasur me likopen. Likopeni, i cili gjendet edhe te domatet, është një karotenoid fitimprurës që i jep një përmirësim të madh shëndetit kardiovaskular, duke përmirësuar shëndetin e kockave gjithashtu. Shalqini është i pasur me citrulina. Citrulina është një aminoacid të cilin organet tona mund ta konvertojnë në arginin. Nivelet e rritura të argininës kanë qenë të lidhura me shëndetin e përmirësuar kardiovaskular dhe qarkullimin e përmirësuar të gjakut. Nivelet e larta të argininës mund të jenë në gjendje të parandalojnë grumbullimin e tepërt të yndyrës. Arginina gjithashtu është e lidhur me një funksion më të mirë të veshkave, shërim të përmirësuar të plagëve, funksion të shëndetshëm imunitar dhe hormoneve, madje mund të ndihmojë edhe në disfunksionet erektile. Shalqini gjithashtu është i pasur edhe me vitaminën C. A e keni ditur se çdo fet shalqini ka rreth 23.2 mg të vitaminës C. Përfitim kryesor ky shumë i rëndësishëm për organizmin tuaj. Përfitimet e vitaminës C janë të shumta dhe mund të përfshijnë parandalimin e deficiencës imunitare, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të syve, rrullat e të tjera. Shalqini është i pasur me kolinë. Kolina, e cila gjendet në këtë frut të shijshëm, ndihmon trupin ton që të luftojë inflamacionin. Ajo gjithashtu ndihmon që të flejmë më mirë, të përmirësojmë kujtesën dhe të mësuarin, dhe të përmirësojmë lëvizjen e muskujve. Shalqini është i pasur me fibra. Për shkak se shalqini është i mbushur si me fibra, ashtu edhe me ujë, ai bën çuditëra për sistemin tonë tretës, duke na ndihmuar që të kemi jashtëqitje të rregullta pa pengesa. Shalqini është i pasur me vitaminën A. Shalqini përmban vitaminën A, e cila na ndihmon të mbajmë shëndetin e lëkurës dhe të flokëve, mes të tjerash më të fortë. Shalqini ka pak kalori. Shumë njerëz gabimisht supozojnë se shalqini ka pak kalori sepse ka vetëm ujë në sheqer. Gjithashtu, nëse merret në doza të larta, nuk këshillohet. Shalqini është një frut freskues dhe një ushqim çuditëbërës për shëndetin tonë. Ky frut ka fuqi të pabesueshme shëruese dhe parandaluese, kështu që sigurohuni që të përfitoni nga sezoni i shalqinit sa të jetë e mundur. Ju mund të hani vetë shalqin, por gjithashtu mund ta konsideroni ta përdorni shalqinin për të bërë sallata, krema kulloreje ose edhe në lëng, në salca ose në konservime të ndryshme. Shalqini do të ofrojë gjithashtu shumë vlera për organizmin e njeriut, dhe konsumi i përditshëm i tij do të ndikojë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit. Shalqini është një nga frutat dhe një nga lëndët ushqyese më të rëndësishme për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, me minerale, madje edhe me fibra të rëndësishme për trupin. Përfitimet që njeriu merr nga shalqini janë vërtet të mëdha. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim vlerat që shalqini do të sigurojë në tryezën tuaj dhe arsyet pse duhet ta konsumoni vazhdimisht në shëndetin e përgjithshëm. Një nga përfitimet unike të konsumit të shalqinit është edhe përfitimi për shëndetin tuaj kardiovaskular. Shalqini është i pasur me aminoacide, të cilat do të ulen kështu tensionin e gjakut.
Shëndeti i zemrës do të përmirësohet edhe nga antioksidantët dhe do të ulet rreziku i atakut në zemër. Shalqini do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për gjymtyrët. Shalqini përmban pigmente natyrale që luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime të cilave u referohemi sipas Brightside thonë se fal konsumit të shalqinit njerëzit janë më pak të prekur nga reumatizma dhe artriti. Shalqini është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin pasi ka nivele të larta të antioksidantëve. Ngjyra e kuqe e shalqinit ja atribuohet likopenit, një antioksidant që do të ulë rrezikun e radikaleve të lira ose diabetit. Shalqini përmban shumë likopen më shumë se domatet dhe perimet e tjera. Shalqini është një zgjidhje shumë e mirë edhe për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Ngrënia e shalqinit shërben si një mburojë për lëkurën. Antioksidantët likopen ndihmojnë në organizmin edhe në mbrojtjen e lëkurës tuaj ndaj djegjeve të diellit. Edhe shëndeti i syve do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi dhe konsumi i vazhdueshëm i shalqinit. Një racion me shalqin do të plotësojë rreth 30% të nevojës ditore për vitaminën A, vitamina e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Shalqini do të japë një mundësi më të mirë për hidratimin e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sipas të dhënave të Healthline, 92% e shalqinit është ujë, prandaj ky frut është ideal në hidratimin e organizmit. Mungesa e lëngjeve dhe ujit në organizëm e drobit të ndjeshëm atë. Shalqini do të ofrojë një zbutje më të mirë të lëkurës. Shalqini përmban vitaminën A, B6, vitaminën C, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e lëkurës të butë dhe më të lëmuar. Shalqini mund të shfrytëzohet edhe si një maskë lëkure duke e përzier lëngun e tij me kos. E mbani për 10 minuta dhe më pas e shplani atë si normalisht. Shalqini do të ofrojë më shumë energji për trupin tuaj. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet e shalqini e bëjnë atë ideal për të kryer aktivitete fizike më intensive. Shalqini përmban shumë kalium dhe minerale të tjera që do të ushqejnë në shëndetin tuaj të lëkurës, dhe kështu në këtë rast do të sjellin përfitime më të mira në mbrojtjen e organizmit tuaj. Shalqini është një zgjidhje shumë e mirë edhe për sheqerin në trup. Niveli i glicemisë të shalqini është 80, por falë karbohidrateve që ai përmban do të thotë se, si frut, nuk rrit nivelin e sheqerit në gjakun tuaj. Shalqini është një zgjidhje shumë e mirë edhe për tretjen më efektive. Njerëzit që vuajnë kryesisht nga koliti nuk duhet t'i thonë jo shalqinit, sepse është një frut shumë i lehtë për t'u tretur. Shalqini është i butë, i lëngshëm dhe nuk e dëmton stomakun, gjithmonë nëse e konsumoni brenda dozës së lejuar. Shalqini është një zgjidhje shumë e mirë për një tretje më të mbrojtur dhe gjithashtu do të ndikojë pozitivisht edhe fal elementeve ushqyes në mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Shalqini mund të ndikojë në mbrojtjen e organizmit tuaj. Konsumi i përditshëm i tij mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë edhe për shëndetin e syve. Shalqini ka një burim të mirë të luteinës, një karotenoid i njohur për mbrojtjen e syve nga sëmundjet të shumta që lidhen kryesisht edhe me moshën. Pra, forcimi i shikimit dhe përmirësimi i sëmundjeve të syrit që lidhen me plakjen, sikurse është degenerimi makular dhe katarakta. Shalqini do të ulë gjithashtu edhe presionin e lartë të gjakut, që do të sjellë rezultate të kënaqshme për organizmin tuaj në stabilizimin e këtyre shqetësimeve. Disa prej aminoacideve të pranishme të shalqinit ndihmojnë ndjeshëm në relaksimin e enëve të gjakut, që mund të përmirësojnë kështu edhe nivelin e tensionit të lartë. Përmirëson shëndetin e zemrës. Një aspekt tjetër i përfitimeve të shalqinit është aftësia e tij për të ndihmuar në një zemër më të shëndetshme. Konsumi i përditshëm i shalqinit në dietën tuaj është një mbrojtje efektive kundër shqetësimeve në zemër. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja vazhdimisht. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit tuaj kujdesit shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe për efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.